Tani ky është lajmi më i përfolur i ditës sotme, pra ikja e Silvinjos dhe ardhja e trajnerit të ri të kombëtares shqiptare. Tani normalisht Silvinjos i kishte ardhur koha dhe ta mbyllte mbase këtë aventurë me Shqipërinë, por mënyra se si u përzgjodh apo mënyra se si erdhi ky trajner kështu papritur, sikur e kishim në xhep, më duk pak e çuditshme, nuk ka ndodhur ndonjëherë kështu që të jenë në të njëjtën konferencë të dy trajnerët, ky që ikën dhe ai që vjen. Dhe ky që ikën bën atë fjalinë e fundit dhe hikën, e kupton, hikën mes konferencës. Megjithatë, okay, një gjetje nga ana jon, nuk ka ndodhur ndonjëherë, por ne i bëjmë gjërat shumë për herë të parë, ndoshta janë të bukura. Por ajo që më shqetëson më tepër është emri i këtij trajneri që është gati i panjohur dhe me një eksperiencë si trajner jo shumë të fryqshme, pra nuk është se ka patur ndonjë sukses në këtë drejtim. Frika ime e vetme është që të mos na përsëritet edhe një herë situata e post Debiazit. Nëse ju e mbani mend, Debiazi erdhi atëherë e çoi Shqipërinë deri në Europian dhe pasi e çoi Shqipërinë në Europian, iku Debiazi dhe për 8 vite me radhë Shqipëria kaloi nga i trajner te tjetri, me zor kapnim vendin e tretë, pastaj vend katërt, pastaj domethënë një grop e vërtet pas Debiazit. Tash un kam frikë se mos ndodhë e njëjta histori edhe në periudhën post Silvinjo. U gjet Silvinjo, erdhi deri në Europian, na çoi deri në Europian, dhe tani vjen një person që nuk e dim se çka ka bërë në jetë deri tani. Megjithatë, s'du ta paragjykoj se mund të jetë dhe një fat i madh që na ka ardhur, por problemi është se kam frikë mos na përsëritet edhe një herë që pas Silvinjos të bëjmë edhe një 8 vjet grop të tjera dhe pastaj çoku të arrijë deri në Europian. Shpresoj shumë mos të jetë kjo. Megjithatë, suksesi i trajnerit të ri, s'ja mbaj mend mirë emrin, prandaj s'po e përmend, se s'du të gaboj. Suksese, i themi faleminderit dhe Silvinjos, i cili pra aq kontribut sa dha, okay, ndërtoi një skuadër interesante, e çoi deri në Europian dhe pastaj iku si me nder, domethënë nga Shqipëria. Por i kishte ardhur koha për ta mbyllur. Ndërkohë suksese trajnerit të ri, të cilit akoma s'ja kemi dëgjuar zërin dhe ja dëgjofshim zërin për herë të parë si trajner, ja dëgjofshim zërin për mirë për herë të parë si trajner i kombëtares shqiptare. Ciao.